Gruaja në shoqëri është gjithmonë e rëndësishme për me kontribu shumë edhe me ndiku për me e fuqizu gruan, sepse roli i saj është shumë universal, si në familje, po pastaj roli i saj nëse është një grua e fortë edhe një grua që jep shumë, ajo nuk jep vetëm për fëmijën edhe familjen, po ajo gruaja jep shumë edhe për shoqërinë, edhe sepse transmeton vlera, transmeton edukim, transmeton shumë çka për shoqërinë, edhe është ajo që është një qelizë shumë e rëndësishme e shoqërisë, mendoj unë edhe. Prandaj e shoh shumë të rëndësishme që unë vijoj të kontriboj edhe të mos lodhem. Nuk është punë e lehtë të punosh me gratë, por është një punë frymëzuese. Edhe ti kur e kupton rolin që ka gruaja në shoqëri edhe në familje, ti thu që nuk duhet të heqësh dorë të kontribosh edhe të ndikosh në jetën e tyre.